Më 13 shkurt të vitit 1349, hebrejt dëbohen nga Zvicra në akuzën se kishin shkaktuar epideminë e vdekjes duke helmuar puset e ujit. Sot, Zvicra ka komunitetin e 10 më të madh hebraik në Evropë, i përbërë nga rreth 18.000 hebrejnë. Në vitin 1935, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kryer operacioni i parë për lehtësimin e angina pectoris, bllokim gjoksi për shkak të ishemisë së muskulit të zemrës, si pasojë e bllokimit ose spazmave të arterieve koronare që fuqizojnë ose furnizojnë zemrën me gjak. Termi rrjedh nga latinishtja angina, që do të thotë ngjecje, dhe pectus, që do të thotë gjoks. Operacioni është realizuar në Cleveland më 13 shkurt. Në fakt, sot dëgjues i dashur, ky operacion kryhet pa problem kudo në të gjithë botën. Në vitin 1974, pikërisht më 13 shkurt, arrestohet Aleksandr Solzhenitsyn, autori disident, shkrimet e të cilit ekspozuan tmerret e kampeve të internimit të periudhës sovjetike. Pas arrestimit, më thënë një ditë më pas, dëbohet nga Bashkimi Sovjetik për në Frankfurt të Gjermanisë Perëndimore dhe i hiqet shtetësia sovjetike. Aleksandr Solzhenitsyn në veprat e tij përshkroi dhe denoncoi sistemin stalinist të ish-bashkimit sovjetik. Më pas nga Gjermania, u transferua në zyri të Zvicrës, para se Universiteti Stanford taftonte për të qëndruar në Shtetet e Bashkuara. Atij i u dha një diplomë deri për letërsi nga Universiteti i Harvardit në vitin 1978. Në një rast kur është pyetur se si shpjegonte fatkeqësitë të mëdha që i kishin ndodhur Rusisë, Solzhenitsyn u përgjigj: "Njerëzit kanë haruar Zotin, kjo është arsyeja pse gjithë kjo ka ndodhur. Kam kaluar gati 50 vjet duke shqyrtuar historinë e revolucionit socialist, kam lexuar qindra libra, kam grumbulluar qindra dëshmi personale, kam kontribuar tashmë me shkrimin e 8 librave në drejtim të gjetjes së një shpjegimi dhe nuk mund ta them atë më sakt se sa ta përsëris. Njerëzit kanë haruar Zotin. Kjo është arsyeja pse e gjithë kjo i ka ndodhur Rusisë." Më 13 shkurt të vitit 1995, ka ndëruar jetë Alberto Burri, mjek, skulptor, piktor i njohur italian. Burri studioi për mjekësi, u specializua për sëmundje tropikale, prandaj dërgohet në frontin italian të luftës si mjek në Libi. Më 8 maj të vitit 44, pas disfatës së forcave të Boshtit, njësia e tij u kap në Tunizi dhe Burri dërgohet në kampin House të robërve të luftës në Teksas të Shteteve të Bashkuara. Këtu ai filloi edhe të pikturoj në kanavac, apo njohur ndryshe në copa thasësh. Pas lirimit në vitin 1946, Alberto Burri kthehet në Rom dhe ju përkushtua totalisht pikturës. Edhe pse e distancoi veten nga arti informal, rrym kjo përhapur e kohës, shumë nga punimet e tij bazohen në ide estetike të këtij lloji arti. Në vitet 1980, Alberto Burri përdori rronojat e qytetit të vjetër të Sicilisë, shkatruar nga tërmeti, dhe krijoi skulpturën natyrore Grande Creto, një sipërfaqe 12.000 metra katror e braktisur, të cilën Burri e ndau në ngastra betoni si përmendore të qytetit të shkatruar. E parë nga ajri, kjo piktur apo skulptur në natyrë është vërtet mahnitse.
Data 13 shkurt është dita ndërkombëtare e radios. UNESCO e ka shpallur këtë fest për të promovuar radion si medium edhe të gjitha mundësitë që ajo ofron. 13 shkurti është zgjedhur pasi në këtë datë në vitin 1946, Radio e Kombeve të Bashkuara ka emetuar programin e parë. Në fakt, sekretari i përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara dikur Ban Ki-moon ka thënë se radioja argëton, edukon, informon si dhe ndihmon në popularizimin e ndryshimeve demokratike në të gjithë globin.